Nuk është e pazakontë që zëri i qytetarëve dëgjohet vetëm pasi ata dalin në rrugë, por ajo që është e vërtet shqetësuese është fakti se dhe pas protestave të gjitha institucionet dhe AKP-ja vazhdojnë të injorojnë kërkesat legjitime të punëtorëve të rilindjes. Shembulli më i freskët është ai punëtorëve që sërish protestojnë para Agjencisë Kosovare të Privatizimit, të zhgënjur dhe të lodhur nga një pritje shumë vjeçare që nuk po përfundon me drejtësi. 4 vite më parë, pas presionit publik dhe protestave të shumta, qeveria derdhi 3.3 milion euro në arkën e AKP-s, të destinuara për pagesën e pjesës së tyre 20%. AKP-ja me vonesë dhe pa transparencë plot shpërndau një pjesë të mjeteve, por 1.5 milion euro mbetën të paprekura. Deri më sot nuk ka një arsyetim bindës për këto mjete, pse këto mjete nuk janë shpërndarë. Edhe pse qëllimi i tyre ishte i qartë, kompenzimi i punëtorëve, ky është një shembull flagrant i mungesës përgjegjësisë dhe i mungesës së llogaridhjes institucionale. Ndarja e këtij trualli në 3 pjesë dhe kalimi i tij në përzi të institucioneve të ndryshme, pa përfshirjen e punëtorëve në këtë proces dhe pa respektuar të drejtën e tyre ligjore për 20%, që është një padrejtësi e pastër. Gazeta Rilindja, krahas pasurisë në Kosovë, kishte prona edhe në Zvicër, në Tiranë. Në Zvicër u zhdukën pa në gjuhën, ndërsa prona në Tiranë është uzurpuar e për fat të keq uzurpuesit janë nga Kosova. Një përfaqësues i uzurpatorëve, dikur edhe si një departamenti këtu në AKP, pati thënë se pronën tonë në Tiranë u ka dhënë qeveria, por nuk pati saktuar cila. Nëse është kështu, atëherë ne të gazetës e duan 20% e asaj prone që ndodhet në qendër të Tiranës. Çuditërisht AKP-ja përgjigjet se për pronat e heshtë edhe këtë rast dhe nuk ka ndërmarrë asgjë. Secilës ndërmarrje AKP-ja i ka paguar të paktën 3 paga punëtorëve tonë jo. Prandaj kjo protestë nuk është thjesht një kërkesë për para apo truall, është një kërkesë për drejtësi, dinitet dhe trajtim të barabartë. Dhe derisa këto mos realizohen, zëri protestues nuk duhet dhe nuk mund të ndalet.